që ka alë të tezja? Ku? Përshëndetje nga një vlog tjetër. Unë nuk e kam mbaruar akoma make-upin. Do dal pak, do iki te Bela. Por fillimisht desha t'ju tregoj disa gjëra që mora dje tek Tegu. Në fakt nuk xhirova shumë, shkova për një kafe, por normalisht që desha të futesha te Kiko që është hapur edhe bleva një lip gloss, numri i të cilit ishte 41-shi. Dhe kisha fiksim këtë, doja ta merra patjetër, live është edhe më i bukur, shikoni, me xixa. Do ta vendos tani, nuk e dia i kam bër kombinimin e dur të lapsit, se nuk e gjeta atë lapsin që doja ta kombinoja me këtë. Është shumë i bukur, se kam zakon të pikohem unë. Më pëlqen. Në fakt, nuk është se jam ndonjë fanse e madhe e lip glossave të Kikos, nuk i ka të keq. 17.300 kushtoj këtu tek ne. Shumë i bukur është, por nuk jam fanse e madhe, pse do thoni ju. Është pak heavy në buzë, ose të paktën më duket mua. Sikur të rëndon, sikur pavarësisht se njerëzit thonë nuk ngjit, më duket shumë ngjitës. Megjithatë, këtë e kisha fiksim dhe më pëlqen, është shumë i bukur, shkëlqimin e kanë shumë të bukur. Tani do lyej edhe pak syt me rimel se nuk i kam lyer. Edhe do marr pak gjërat që kam bler te Jumbo që t'ua tregoj. Kam marr disa gjëra për Pashkët, për balkonin, më lini t'ua tregoj. Atëherë, gjërat që mora tek Jumbo. Po kjo pse njëherë bën dritë. Këto që mbahen në balkon. Bëri dritë që parë isha është me defekt, se tani s'po bën dritë, nuk e di, të do e vetë në balkon. Tash ta marrë njëherë një, edhe pastaj mund ta mbush balkonin nëse më pëlqejnë. Kisha vezë, por ngjyra e këtyre më pëlqeu shumë dhe janë nga këto që varen, kam menduar diçka në kokën time nëse do ta realizoj. Gjithashtu kam marrë si këto për t'ja u vendos luleve. Janë shumë pranverore, shumë të bukura edhe për Pashkët. Kam marrë ngjyrë të roz, të kuqe dhe ngjyrë bojshelli. Janë shumë të bukura. Prisni pak, ti lëshoj këtu se më bien. Nuk është se kam marrë shumë gjëra, si që thash nuk shkova për të bler, po e pash dhe këtë ishte shumë cute. Mund ta vendos në balkon këtë. Edhe gjithashtu këtë organizuesen, nuk e kam iden mirë se ku mund ta vendos, po më pëlqeu. Ishte e veçantë me këto kështu. Ose mund ta vendos në banjo, ose mund ta vendos në kuzhinë. Por do më pëlqente edhe në banjo të vendos shampo, gjëra, se kam shumë produkte që më rrinë në rëmuj. Ja, këtu kjo bëri dritë tani. Tani iku prap drita. Heu. Nejse. Nuk e di qa paska. Sun Stare. Po e kuptoj unë, po pse kur e lë këtu bën dritë dhe kur e ngre nuk bën dritë. Heu. Po bie pressure. Ka nisur balkoni pas gjithë asaj ere që ka fryrë, sa unë e kisha dekoruar për Pashkët, por tani duhet ta bëj nga fillimi. Lulet janë shumë të bukura, do më thënë shqyqyr nuk më janë tharë, i kam vendosur edhe këto fluturat që kur të dalë do ja u tregoj. Kam gjitur këto të xhami për Pashkët, shikoni sa bukur duket. Shova pak këtë, e hoqa mbulesën e vjetër mbulesën me zemra që kisha, sa jo është e re, do më thënë nuk është e vjetër, po tani vura këtë green, tash ta ndryshoj pak, se kam dhe një roz tjetër, edhe do heq këto,
të vendos këto, se shkojnë më shumë me këtë green. Edhe, ja, i kam vënë këtë jastikun këtu lartë, këto grit e errta këtu. Kështu t'i kombinojmë pak. Gjithashtu kam pastruar, kam ndruar çarçafët, gjërat të cilat i bëjmë jashtë kamerës, se mua më duket sikur është shumë e mërzitshme të dal aty duke pastruar. Mund të jap ndonjë kështu moment të shpejt, por këto janë të jyskut në fakt. I kam marrë që në fillim. Edhe i ndroj shpesh këto. Kanë qenë me këto, duket. Edhe unë i ndroj sipas mbulesave. Ja dhe dhoma me këtë green kështu. Gjithashtu këtë sudo kremin do thoni ju pse e kam te koka e krevatit. Sepse ky mi hoqi ato puçrat e alergjisë, domethënë. Më shpëtoi jetë. Shikoni pak tani t'ju tregoj çka kam bërë këtu brenda në dhomë. Kam bërë këtë gjën me vezë, këputa një deg kështu natyrale tek kopshti. Dhe shikoni sa bukur. Këto janë dekorimet e mia për Pashkët. I adhuroj Pashkët. Këtë filxhanin e pikturova vetë, është nga Flying Tiger. Shikoni sa bukur që ka dalë. Kam vënë këta zogjt e vegjël, këtu, që i kam marrë në Gjermani edhe shikoni. Kam vënë këto te dritarja këtu dhe te dritarja tjetër, se kam 100 dritare, kam vënë disa vezë. Ndërkohë, bëra disa vezë, por nuk më pëlqeu boja, ishte ajo boja shpifur e Jambos, por gjithsesi disa nuk ngjajnë keq, dhe tani do bëj disa vezë të tjera, disa i kam bërë, i kam poshtë. Këto që kanë që vjet, tani Denzelushi bën 1 vjeç për pak ditë. Tani do ju tregoj se si do bëj vezët e tjera. Ndërkohë këtu e dini që kam blerë këtë lepurushin, kam vënë këtë gjën këtu, ka dalë shumë cute, këtë cepi këtu, sepse në fakt unë e bëj gjithmonë rëmuj këtë. Mos e vini re, se është një rëmuj që nga kur po bëja make-upin. Nuk e di pse, aja me vetmja që vendi make-upit më bëhet shumë rëmuj gjithmonë. Sistemova këto që kishin rënë nga era, tani do vazhdoj të zbukuroj siç e kisha. Shikoni sa e bukur është kjo mbulesa lino, do ju tregoj edhe një mbulesë tjetër. Ky është një ujë artificial. Kjo është bukavilja që ma mbolli mami.
Vetëm kjo lulja nuk e di pse nuk më eci fare. Nuk e di pse është kështu. Është si të lagur e ka dheun, nuk e di. Po pres që të bëjmë edhe zgarën së shpejti. Kam për ta pastruar këtë. Pastrohet shumë mirë kjo në fakt. Por tani përtoj se më bët zhull lavamani me këtë. Kjo ishin gjërat që kisha këtu në balkon. Shikoni pak sa bukur është kjo. Është nga kjo, ha? Vezë shumë kot falso. Tani do ja përkujt vezat që kam bërë, të vezat që do bëj. Kisha qirim që i kam brenda. Ja, shikoni. Ky është balkoni i madh dhe ka nevojë për 2 tavolina. Edhe unë i kam mbajtur të dyja. Se karriget e kësajt më janë prishur. Shikoni sa bukur. Këtu do fus lule natyrale, se kanë dalë disa në obor, shiko si bëra duart. Direkt tani do pres edhe thonjë, se i kam skandal dhe nuk i le më pa bër. Nuk i le më se nuk i duroj dot kështu. Ndërkohë, kanë dalë disa lulka të verdha aty. Tani erdhi një dritë shumë e bukur këtu. Si me porosi. Sa lavaduart. Këtë të parën nuk e bëra dhe aq lezetshëm. Do mundohem të dytën ta bëj më bukur. Më ka dalë karrota si gjysma, po prap mirë, ka dalë jo keq. Tani do bëjmë të dytën. Nuk e di, mendoj ta bëjmë me këtë letrën tjetër, me këto lepurushat më mirë. Ta provojmë. Edhe kjo ishen ka dyshe, por më mirë mos ta pres them letrën, t'ja vendos direkt, apo jo? Ta pres.
Përshëndetje dhe gëzuar Pashkët, ju që I festoni. Unë jam tani shumë e vones dhe jam veshur sepse do iki në Durrës. T'ja u tregoj pak shpejt që kam veshur. Kjo këmisha është pakës transparente, por mua më pëlqen shumë dhe nuk do ta heq. Janë këto gjinset që sapo më kanë ardhur nga Temu. Shikoni sa të bukura që janë dhe do t'i vesh me çizme të zeza. Ika tani. Ku do ikim ne? Kemi ardhur këtu tek Valamari. Po bëjmë ca foto për momentin. Ka ullur fare dritën ai. Po pra, ndihet aroma e detit, të shkolla super. Dhe unë që kam vesh taka, shumë bukur, do m'gulen në rër tani. Echoes of laughter, tears too. The world slows down, time's a blur. In this moment do pim një herë kafe tek ky lokali. Nuk e di si e ka emrin, si beduin më duket. Sa më kishte marrë mami për pakës det. Brian, të kapa! Qa po bën ti? Do ikim aty? Pyci gota! Oj ba! Ama rushi. Ama deshet det solla det, që do të shmyllë? Solla. Solla dhe mu, mirë ty. Mos e unë ju solla tani bëni kod sikur në keni sjell ju. As darkness falls, the stars align, guiding paths through life's design. With each step we find our way to where the hearts true path. Hello. Sunset. Just beyond the sky, every ending starts a brand new height. Sunset glow, time to let go. Nostalgia's touch, but don't you know? Hope is waiting just beyond the sky. Mirëmëngjesi. Sot është data 12 prill edhe është Pashk, është e diela e Pashkëve. Ju uroj të gjithëve gëzuar Pashkët. Unë, siç e shikoni, jam shumë e lumtur. Edhe jam bërë gati sepse do marr Denzelin në aeroport me Jonën, me Erin. Jam shumë e lumtur. Edhe kam veshur këto pantallona edhe këtë këmishën me pika. Pikat janë shumë në mod, vazhdojnë të jenë shumë në mod. Edhe kështu do vendos edhe këto syzet. Kam përshtypjen se duhen prerë pak këto balluket. Ose se janë tharë akoma. Ja dhe oborri që po e rregullojmë. Shikoni. Trandafilat më në fund dolën në pa se I kishim mbytur barishtet. Ja dhe makina ime. Mezi po pres tani të rrim këtu se u pastrua mirë. U disinfektua. Edhe ndoshta s'ka më zgara tani në balkon, shikos. Ka të zja një bukullos,
ka tezja një qilarot, ka tezja një dasuri. Kur soni? Zemra ime. Hop, 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 hop. Kush është gëzuar që ka alë të tezja? Ku? Denzel, je gëzuar sën ti? Rito ime! Bravo! Hopa! Hopa! Do të lidhe ja dyza. Ua, bravo! Në topin. Apo pako jeri të bëj një video. Shtypja dhe njerë. Shtypja dhe njerë. I ka vetë, apo e lut dendin. Pse lëviza shumë? Ka formë kali, po kështë pasta. Ha më fillo më. Që ka një këshu që shkoka dhe më shumë hajta. Ha, ulemi këto. Pa. Denzel! Ku e ti këzo? Denzel! O Denzel! Wow! 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 Jemi tek parukeri e Elda. Qa feste kemi sot? Kemi ditëlindjen e Denzelit. Tani nuk e ham të sytë. Jo se jam po me i kapi, ma se kam mirë, ha. shumë. Shifemi më vonë të tregojmë rezultatin. Con le spalle contro il muro, pronto a difendermi. Për mua, kam shumë emocione tani. Dhe për të gjithë ne, është ditëlindja e parë e Denzelit. Edhe si tezja e tij mund të them që është një nga dashuritë e mia më të mëdha të jetës time, dhe me që nuk kam fjalë ta përshkruaj dot, kam përgatitur një video të shkurtër me një këngë personalizuar për Denzelin.